Me synim ndërgjegjësimin e pacientëve për glaukomën, Retina Institut do të zhvillojë një aktivitet 2 ditor për matjen e tensionit të syrit në terren. Aktiviteti do të zhvillohet në datat 18 dhe 19 prill, nga ora 10 deri më 15. Retina Institut do të angazhohet për matjen e tensionit të syrit në terren në datën 18 dhe 19 prill, rreth orarit 10 deri në 3 të mbasdites. Kjo synon ndërgjegjësimin e pacientëve mbi tensionin e syrit ose glaukomën, si e quajmë ne në gjuhën mjekësore, sepse kjo në fakt është një sëmundje shumë e rrezikshme, e cila nuk jep shenja deri në momentin që shikimi është rrëzuar totalisht. Prandaj për të ndërgjegjësuar njerëzit, ne po bëjmë këtë nismë për të matur tensionin falas në terren, në mënyrë që të parandalojmë humbjen e shikimit në pacientë të cilët në fakt nuk e dinë akoma se kanë tension syri. Ju drejtohemi veçanërisht pacientëve mbi 40 vjet dhe sidomos atyre që kanë histori familjare, prindrit, gjyshrit të afër me tension syri ose glaukom. Retina Institut ka sjellë një revolucion në kujdesin e syve, një hapëky i madh për pacientët, veçanërisht ata me glaukom, të cilët tani mund të trajtohen në vendin e tyre me kirurgji moderne sipas standardeve ndërkombëtare.